Përqëndrohu pra tek e tashmja. Ky moment tani, ky është i vetmi real që ne kemi. As e djeshmja, as e nesërmja. Sa herë që ne shqetësohemi për të ardhmen, ne jemi duke vuajtur për diçka që nuk na ka ndodhur ende. Mendo kur të filloj sa do vuajmë. Sa herë ne rikthehemi tek e kaluara, jemi duke e jetuar përsëri atë historinë që kishte përfunduar. Kurse e tashmja është vendi i fuqisë. Këtu e kemi fuqinë. Në këtë moment ne mund të marrim frymë. Ne mund të buzëqeshim, ne mund të zgjedhim të jemi mirënjohës. Ne mund të marrim përgjegjësi për çdo gjë që po na ndodh tani. Dhe të jesh i përgjegjshëm nuk do të thotë që po merr fajin mbi vete. Jo, përgjegjësia është fuqi. Imagjinoni sikur çdo reagimi yni të kalonte përmes një filtri dhe gjatë kalimit në këtë filtr ne të pyesnim veten. Dale tani ky veprim apo ky reagimi imi do më sjell më shumë paqe mua apo do më sjell më shumë dhimbje? Pyet veten para se të reagosh. Shumë herë ne zgjedhim reagimin që na ushqen egon ton për t'i mbushur mendjen vetes ton që unë jam i Zoti. Por paqja kërkon mençuri. Dhe ajo është shumë larg egos. Në këtë rast ndërhyn gjithmonë dashuria si një vendim. Vendimi për të mos reaguar me urrëtie. Vendimi për të mos e ushqyer negativitetin. Si dhe për mos të mbajtur atë mlefin brenda nesh. Kjo është dashuria. Sepse çdo emocion që ne mbajmë brenda nesh, është njësoj sikur ne e mbushim trupin ton gjatë gjithë kohës me plera. Po e dëmtojmë trupin në këtë rast. Nuk dëmtojmë trupin e atij tjetrit që na krijoi emocionin. Jo, krijojmë veten ton me probleme. Dhe jeta është shumë e shkurtër për të mbajtur brenda helëm.